Gjithmonë i hin hak arpagjive, nuk e di pse. Në gjithë këtë sukses të madhin tonin, e cekëm familjen, e cekëm punën e jashtëzakonshme tonën personale në basketbol, e cekëm punën jashtëzakonshme të menaxhmentit. Cili është roli i arpagjikëve? Shumë mirë, shumë pyetje me vend, edhe gjithmonë e kam kështu në mendje tem, gjithmonë i hin hak arpagjikëve, nuk e di pse. Zakonisht kur më ftojnë në intervista të sporteve ekskluzivisht, gjithmonë janë ato pyetjet e sakta të prime, edhe mu sikur më dalin prej menës, jo me dëshirën tem, po gjithmonë të munu me i përgjigj pyetjeve të gazetarëve dhe gjithmonë i harroj pa dashje, që doja mi kërku falje me të vërtet arpagjikëve, në veçanti arpagjikët junior. Të cilët janë, dhe juniora? Po, ka junior, janë tepër të mirë, janë shumë të lezetshëm. Uja ho zemrën. Shumë janë të mirë, me bëmi i pa, loqjat e vogla, kërvimina për krah, janë tepër të mirë. Arpagjik në veçanti i du shumë, po këta juniorat e vegjës, me gjithë respektin për këtë tifozërinë në Kosovë. Po, janë shumë veçantë, edhe e di, janë një për tifozërive, mendimi e mosh, se mund është me më kryqëzune e kush, janë prej matë besnike që unë i njo, se e dojnë klubin edhe në dështimet e tyne më të mëdhaja, në momentin të tyne më të erta e ka ndosh klubin. Edhe në momentin më të mira e përkrajnë klubin, do më dhe neve, lirin, bashkimin mashkujve, krejt ekipet e Prizrenit që janë, arpagjikët janë gjithmonë aty, edhe unë do shta një falendrim të veçantë, mi bo krejt arpagjikëve, edhe mi thonë që dashnia atyne është për një me e pa kusht, edhe është lojtari 6 i ekipit, normal. Unë e konsideroj si edhe na si qytet duhet mi përkroshëm. Shumë e vërtet. Në çdo aspekt. Edhe financiarisht. Po. Se jonë, si e the edhe vetë, është në basketbol është lojtari 6. Po, shumë e sakt. Edhe çka lezet i më i madh, unë s'po di tash çfarë marrëdhënie kanë me tifozëritë e tjera, po arpagjikët janë diçka më të veçantë. Kur janë krijuar arpagjikët janë kanë të veçantë. Sot janë të veçantë edhe jo mi sigur që kanë me qenë të veçantë. Kështu që bravo, shqyqyr që ju kemi, edhe juve, mu gjithë në mas çdo ndeshje më shkruajnë, janë domethënë ja 3-4 ashtu lidirat e arpagjikëve që më shënojnë pas çdo loje që nuk harrojnë, gjithë më shkruajnë, edhe për një me është për çdo lavdat, edhe unë po them që ndoshta edhe na duhemi me bë më shumë për ta, ose patjetër. Thjesht nuk kushton kur gjë ndoshta na me nejt me ta dhe privatisht, se na shumë pak po kemi kohë ndoshta pi lojnë stërvitje, nuk po na bën ndoshta kur me shkollë tek fan grupi i tyne. Kur po thomën e qion tepër të mirë, i kom një 3 ose ndoshta më shumë se 5, që takona në baza ditore. Po. Nuk vrehen ata qion asin. Unë nuk kisha qujt ultra janë shumë të edukum, shumë janë të po janë tult ultra janë për qytetin e vet. Për këto janë për lakmi.